Mirëmbrëma, me njëherë mbas një armëpushimi të brisht midis Iranit dhe Izraelit, të një lufte e cila vazhdon pa ndërprerje në Ukrainë, kemi takimin e radhës NATO-s në Hag, ku diskutua që nga buxhetet që duhet të kenë shtetet anëtare dhe deri tek situata ndërkombëtare. Kuptohet që ylli i gjithë saj ishte Donald Trump, që vjen mbas disa dështim suksesesh. Nuk ja ka dalë që të zbatoj ato çfarë tha gjatë fushatës. Pra, një paqe në Ukrainë brenda 24 orëve, një paqe në Gaza brenda javës, ndërkohë ja ka dalë që të bëj një paqe me Iranin në një farë mënyre, një paqe midis Iranit dhe Izraelit ende e brisht. Megjithse udhëheqësi Khamenei, Ayatollahu Khamenei, doli dhe tha që e rrahëm Amerikën e bëm cop. Pak e çuditshme. Gjithsesi, për të diskutuar rreth këtyre temave kam të ftuar zotin Roland Bimo, ish ambasadori jonë në disa vende, midis cilave edhe në Hag. Zoti Bimo, mirëmbrëma, mirë se erdha. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Atëherë, kemi një takim i cili nuk është se nuk pati përplasja. Për shembull, Sanchez i Spanjës tha, neve shkojmë deri në 2.1 të buxhetit ton. Por Rute luftoi për 5%, edhe të tjerët nuk është se pati shumë kontradikta, për shembull Meloni nuk është se foli. Pra, ishte një takim i cili vjen në një moment kur mendohej që NATO-ja edhe mund të ishte në prag të shpërbërjes. Mund të mbësh një pasqyrë të gjithë situatës. Se kjo e Sanchezit më kujtojë diçka, sa më larg kufive të Rusisë, aq më 3000. Duhet ketë shumë të vërtet në këtë thënie në raport me Rusinë. Problemi është që në përfundim të samitit të NATO-s në Hag, kam përshtypjen që të gjithë janë shumë të lumtur dhe të kënaqur me atë që arritën, me përjashtim të presidentit të Ukrainës, që si thua u la krejt në hije dhe në kufit. Besohej që samiti do t'i kushton një vëmendje shumë të madhe Rusisë dhe luftës në agresionit rus ndaj Ukrainës, me fjalë tjera. Por përfundimisht duket që fitoi linja amerikane dhe në përfundim i bie të gjykojmë që në fund të ditës europianët bën ç'është e mundur që të kënaqnin, t'i bënin qefin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të neutralizuar zërat që qarkullonin përpara samitit se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë samit në Hag do të njoftonin tërheqjen e trupave amerikane nga Europa. E patët të frikë edhe ju herë në fundit. Për këtë arsye besoj që europianët, dhe po të shikosh atë letrën që Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i bën presidentit Trump 1 apo 2 ditë përpara se të vinte në Hag, të vjen pak si njësoj si ato letrat e kohës komunizmit ku i thureshin lavde dhe hymne gjerarkëve komunistë, domethënë, dhe për këtë arsye Mark Rutte edhe në vendin e vet shtypi holandez, sikur nuk e priti dhe aq mirë të lloj servilizmi maksimal. Megjithatë, i arritën qëllimit, i kënaqën egon zotit Trump dhe përfundimisht të paktën në daljet e tij publike u shfaq si mbrojtës, vazhdues dhe të themi për ta forcuar partizan për ta forcuar mëtej aleancën e Atlantikut Veriut. Një problem shumë të madh do duhet të thënë në kryet herës. Kemi këto kohë sepse ka jashtëzakonisht shumë mjegull dhe sinjalet vinë me kaq shumë zhurma sa që do një aparat filtrimi të jashtëzakonshëm mund të kuptosh çfarë është reale dhe çfarë nuk është. Domethënë zoti Trump duke zbritur nga avioni tha që neni 5 kush nuk paguan, unë nuk e mbroj. Pra përsëriti atë parimin e vet transaksional lidhur me vlerën e traktateve dhe angazhimeve ndërkombëtare, ndërsa më mbrapa dhe diku nga fundi apo në konferencën e fundit për shtyp u deklarua që po neni 5 është pjesë e traktatit ndaj të cilit Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të angazhuar. Tashti vlen ajo që than fillim, apo vlen ajo që than fund, apo vlen një gjë tjetër që do thotë kur të dali përsëri në Amerikë që mund të flasi për këtë problem. Duhet kuptojmë një gjë që për zotin Trump nuk kanë asnjë lloj rëndësie liderat e Europës, dhe sepse për atë që zoti Trump përfaqëson, ne kemi parë shpeshherë që liderat e Europës të jenë nga më të përbuzurit për ekipin e ri që është në pushtet në Amerikë.
Këte kemi parë qyshni me fjalimin e J.D. Vance-it në Munich, kemi parë me ato që dolën nga lik nga rrjedhja e informacionit nga signali se si komunikonin sekretari i mbrojtjes me zëvendës presidentin për çështjet e Europës. Pra, sepse në pikturën në fotografinë e madhe globale sot, zoti Trump përfaqëson një gjë që është krejt në kundërshtim me këto që janë liderat e Europës. Liderat e Europës janë pjesë e establishmentit neokon dhe neolib që janë të lidhur me neokonët dhe neoliberalet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të cilët sipas konceptimit dhe këndvështrimit të zotit Trump, ai ka vuajtur kaq shumë në këto 8 apo 10 vitet e fundit që ka kaluar përmes 2 impeachment, akuzave për si kriminal deri dhe gjykimin e tij si kriminal. Pra, në këtë këndvështrim, Europa, siç edhe e ka thënë që Europa është më e keqe dhe se Kina, nëse ju kujtohet kur ka ardhur puna që ka diskutuar për tarifat. Për papritmas, në këtë summit NATO kemi të gjithë të lumtur, edhe liderat evropian, që arritën megjithëse nga gjuha e trupit nuk mund shikohej që Macron apo Starmer apo Merz ishin dhe aq të lumtur, nga gjuha e trupit po flas, nga ato që thanë, të gjithë janë të kënaqur. Kur vjen puna ke 5% që është fitore e madhe që të gjithë mund ta tundin, po ka kaq shumë gjëra brenda sa ja vlen vërtet që të thellohesh dhe unë do mundohem fare shkurt nëse patjetër, është shumë interesante kjo. E para 5% që ka 3.5 dhe 1.5. 3.5 duke përfshirë edhe këto 2% që është sot, pra 3.5 e GDP-s është ajo për mbrojtjen, pastaj 1.5 do të jetë për infrastrukturën e cila do t'i shërbejë mbrojtjes. Për shembull, edhe për të qeshur, belgët kanë filluar më njëherë nga manipulimi i shifrave dhe thonë gjithë riparimet e urave dhe të rrugëve po i fusin ke shpenzimet ushtarake, sepse thonë që ne po i riparojmë këto ura që kur të vinë trupat amerikane që do të sparkojnë në det, a kanë më kollaj që të shkojnë në lindje që të luftojnë me rusët dhe ne prandaj po i bëjmë këtë punë. Pra, ka shumë edhe mënyra se si do të manipulohen shifrat për t'i raportuar sikur po arrin 5% e shpenzimeve për cilën janë angazhuar. Por themelore janë dy gjëra. E para, të gjithë pa përjashtim ata që ishin në atë sallë që morën angazhime për 5%, në kuadrin kohor të 10 viteve, siç kërkohet që të arrihet 5%, nuk do jenë më rreth e përqark, as në politikë dhe ndoshta palese ku mund të jenë, domethënë. Kështu që angazhimin që ata kanë marrë nuk është se do ta realizojnë pikërisht. Po të shikojmë zhvillimet politike në Europë, mundësia për të rritur më tej taksat në të gjitha vendet e Europës është pothuajse afër zeros. Në asnjë vend evropian me këto nivele taksash që kanë, që shojnë gati edhe 50% edhe 60% në raport me taks progresive në raport me të ardhurat progresive, nuk ka asnjë hapësirë që ti të nxjerrësh para të tjera hapësira për të marrë borxh në shtetet si Italia, Franca apo edhe Spanja janë pothuajse edhe Belgjika janë pothuajse afër zeros. I vetmi shtet që ka mundësi të marrë borxh është Gjermania. Por në të tërën e vetë ka një ngushtisë financiare të jashtëzakonshme, kështu që nëse do të fillojnë të prekin buxhetet për aspektin social, arsim, mjekësi, kujdes social në përgjithësi, me siguri do të përprasen me një kundërshtim nga ana, për shembull bëhet fjalë për demonstrata në Sloveni, demonstrata në Belgjik, në Spanjë, që kanë filluar ta kundërshtojnë. Kështu që do themi situata politike për të mos thënë që zoti Merz, më i freskëti nga gjithë në pushtet, gëzon jo më shumë se 20-24% të mbështetjes në Gjermani dhe AFD-ja po rritet me shpejtësi, ndërkohë dhe ajo baza e majt politike e Gjermanisë dhe ajo po zgjerohet. Për të mos thënë pastaj që në Francë e dim që Macron nuk gëzon më shumë se 10%, bile dhe ajo po shkon drejt rënjes, Starmer në Angli është për në të njëjtat situata. Kështu që situata politike nuk do të jetë aq e kollajshme që këto shtete të arrijnë ta realizojnë këtë rritje. Mos këta ndoshta po thonë ta shtym si ta shtym derisa të mbarojë ky 4 vjeçari Trumpit. Edhe kështu mundet, por ndërkohë edhe po mbarojë 4 vjeçari Trumpit, angazhimi që këta kanë marrë është solemn dhe me shkrim, kështu që janë të detyruar të përpiqen që ta zbatojnë. Problemi është që do kenë shumë vështirësi në zbatimin e tyre dhe e bëra gjithë të parashtrim për të dalë në këtë që do them tash. E gjitha kjo bëhet ndaj kërcënimit rus, real dhe imagjinar. Kërcënimi rus është sa real, aq edhe imagjinar. Është real sepse nëse para 3 vjetësh Rusia ishte në gjendje ushtarake për t'u mëshiruar, këto 2-3 vite luftë e kanë bërë që ka forcuar në mënyrë të jashtëzakonshme industrinë e luftës, teknologjinë e luftës, por sidomos njohurinë për të luftuar në kushtet e reja. Pra, vërtet që është një forcë formidabël në raport me Europën, e cila duke filluar që nga Gjermania, pastaj me radhë Franca, Anglia, Italia,
pothuajse janë, në shprehjen që kam dëgjuar më shpesh, janë pothuajse zero, next to zero, në kuptimin e forcës që janë në gjendje të nxjerrin për luftë. Patjetër që kanë buxhete nganjëherë dhe astronomike, parat i harxojnë, po se për çfarë i harxojnë një zot e di, sepse forcë reale nuk kanë për të bërë. Prandaj një deputet italian që ka qenë general ushtarak thoshte një tank gjerman kushton 29 milion euro, një tank rus kushton 4 milion euro. Që këtu fillon kemi një fryrje të shifrave. Kështu që kur vjen puna, si thash më parë, rreziku rus me forcimin e ushtrisë ruse ka një disbalancë të jashtëzakonshme midis përgatitjes ushtarake ruse dhe përgatitjes ushtarake të Perëndimit. Dhe ky disnivel fton për veprime agresive në të ardhmen nga ana e Rusisë. Kështu që këta kanë shumë të drejtë kur thonë që duhet të armatosemi për të bërë ballë këtij rreziku rus. Por ka dhe një mënyrë tjetër që ajo fryma që është diku e fshehur dhe nuk është në pushtet sot, dhe këtë rrezik rus e potencojnë elitat politike si Ursula von der Leyen apo Kaja Kallas apo Merci apo Macroni me radhë, për të qëndruar në pushtet. Pra, nëse kemi parasysh mësimet e historisë, kur e shikojmë punën keq, liderat thonë barbarians at the gate, kanë ardhur barbarët, kështu që le të bashkohemi që ti bëjmë ballë barbarëve. Dhe kjo po i mban akoma në pushtet. Pra thirrja e këtyre që janë sot në pushtet. Dhe ajo që u demonstrua në këtë samit të NATO-s ishte thirrja që do na sulmojnë rusët, prandaj të bashkohemi dhe të harxojmë më shumë. Problemi është që ata që janë në opozitë sot dhe fare mirë mund të jenë nesër në pushtet kanë një mendim disi më ndryshe dhe thonë që pse të mos bisedojmë me rusët. Sepse ky kërcënim rus mund të neutralizohet me dy mënyra. Një, duke u forcuar ushtarakisht dhe duke shkuar drejt luftës, që do të thotë vriten djemtë e rinj dhe vajzat e reja evropiane nesër pas nesër në luftë, por ka dhe një mënyrë tjetër që le të diskutojmë për arkitekturën e sigurisë evropiane, sikurse kanë propozuar rusët historikisht, po edhe në dhjetor dhe janar shkurt 2021 dhe 2022-shit. Pra këto janë ato që propozojnë edhe AFD-ja, edhe forcat tjera të cilat për momentin quhen të ekstremit të djathtë, populiste, dhe bile në Gjermani ka tentativa edhe për të nxjerrë jashtë ligjit, duke i konsideruar që janë jashtë aktivitetit tyre nuk përputhet me kushtetutën e Gjermanisë, ndërkohë që përbëjnë gati, ku do të themi 30-40% të popullsisë, se si mund të nxjerrë gjysmën e popullit tonë jashtë kushtetutës, është që ka vështirë për ta pranuar. Kështu që kam përshtypjen të gjithë dolën të lumtur, siç e thash në fillim fare, por problemet janë goxha të forta brenda aleancës. Në anën e asaj që nuk u fol dhe aq shumë, siç thash, ishte Ukraina që më bëri shumë përshtypje që presidenti Zelenski as nuk guxoi ta përmendte dëshirën e Ukrainës për të antarësuar në NATO. Jo më edhe Mark Rutte, i cili sekretari i përgjithshëm, jo më larg se sa 10 ditë përpara, me një fjalim patetik në krah të Zelenskit, deklaronte që vendi juaj është në NATO, sido që të vi puna ju do jeni antarë në NATO, ne nuk e lejojmë Vladimir Vladimirovich Putinin të vendosë ai se çfarë do bëhet me NATO. Pra toni ishte patetik. Dhe brenda 10 ditësh duket ata nga Washingtoni kanë thënë që zoti Trump nuk do të dëgjojë nga gjëra të tilla dhe nuk u përmend as sekundi perspektiva e Ukrainës si antar i NATO-s. Ndërkohë, të rrej vëmendjen edhe një fakt që disa nga liderat, përfshi Mark Rutte apo Ursula von der Leyen, folën me terma të themi më agresive ndaj presidentit Federatës Ruse, Putin, që pa frikë mund të themi që është i akuzuar për krime lufte nga gjykata ndërkombëtare e krimeve. Ku erdhi puna ke zoti Trump në konferencën për shtyp, në fund, megjithëse u pyet direkt dhe në një pyetje disi provokative nga gazetarët në raportet e tija me presidentin Putin, u shpreh me terma shumë të buta, duke thënë që unë jam në kontakt dhe ne do të vazhdojmë, dhe kur më morin telefon dhe më afrojnë ndihmë për Iranin, unë i thash unë dua ndihmë nga ty për ty, për Rusinë dhe për Ukrainën, nuk dua ndihmë për gjë tjetër. Po i kurseu të gjitha epitetet që mund të acarojnë situatën. Dhe komentet janë që nuk i intereson që të agravoj situatën përpara se të ketë një vazhdimsi në dialogun që ka me Putinin lidhur me konfliktin në Ukrainë. Ndërkohë, ambasador, unë doja të pyes një diçka edhe për Shqipërinë. Neve po të çojmë 5% GDP-në, 5% të GDP-s, buxhetin për luftën, kam frikë se mund të fillojnë të na dridhen pak gjunjë, se neve gjithë turizm, vetëm të turizmi atë po shpresojmë që ta zhvillojmë, por të ardhurat tona nuk është se ja vinë nga një industri ose nga një bujqësi e zhvilluar, më tepër janë taksa që grumbullohen nga import-eksporti, konsumi,
e të tjera. Kam frikë se mos ndoshta nuk doja dalim ta kavim 5%. Ka një ide që të ndërtojnë në një industri e lehtë këtu, prodhim fishekësh, prodhim armësh të lehta, këmbësorie, minash. Unë besoj fort që ta që janë sot në pushtet në Shqipëri thonë se që do dim që do ndodhi nesër, jo më që do ndodhi mbas 10 vjetës. Kështu që punë e madhe fort se po hedhin firmën për një rritje 5%. Le t'i dali për zota që do jetë në pushtet me ndonë se shenjat janë që jetë gjatësia në pushtet e këtij ekipi është diçka goxha e sigurt që do vazhdoj të jetë për një kohë gjatë. Por ajo që është më e rëndësishme në kushtet e Shqipërisë është që unë nuk kam parë ndonjëherë të ketë një debat publik se si harxohet buxheti i Shqipërisë. Domethënë, çdo shok e mik që kam unë që kam pyetur se çfarë di për buxhetin e Shqipërisë nuk ka qenë gjendje të më thotë ndonjë gjë. Ka një indiferencë totale dhe si pasojë dhe deputetët e kuvendit duke mos ndjerë asnjë lloj presioni nga popullata, nga populli, nga zgjedhësit, nuk është se vrasin mendjen shumë kur vjen puna për të biseduar për buxhetin, më shumë kthehet në një çfaqje të betejës politike, batutash, se sa diskutohet në mënyrë profesionale për se si do harxohen paratë e këtij vendi. Kështu që në këtë këndvështrim, qeveritë shqiptare, kushdo që tjetë ka shumë kollaj që të marrë një pjesë të parave që janë për themi arsim, shëndetësi, prandaj i kalon këtej dhe nuk është se do të ndodhi në një reagim shumë i madh siç mund ndodhi në një vend tjetër të botës ku po i preke anën sociale janë shumë të ndjeshëm. Kështu që në këndvështrimin burokratik dhe financiar nuk më duket se ka ndonjë gjë. Mendimi im është që sikurse dhe sot ne kur flasim për rritjen e buxheteve ushtarake në Shqipëri, ne nuk kemi absolutisht asnjë lloj analize të rreziqeve nga se kërcënohet Shqipëria. Kush janë rreziqet që kërcënojnë Shqipërinë? Greqia, Turqia, Maqedonia? Kam përshtypjen që me antarësimin tonë NATO, sikurse u fol në 2008, 9, 10 dhe me radhë, ne dikur kur vra ndjes pas koloneli Fetivogli në Afganistan, kemi thënë atëherë që kufit e Shqipërisë tash janë në Hindukush, kështu që ne luftojmë për sigurimin e gjithë aleancës. Jemi përsëri aty? Atëherë për çfarë rëndësie ka se çfarë bëjmë neve në industrinë ushtarake apo në mbrojtjen e vendit tonë këtu, kur ne jemi ushtar të themi që nesër pas nesër nëse aleanca vendos të shpallë luftë Kinës, do shkojmë të luftojmë Kinë. Kështu që në këtë këndvështrim, rritja e kapaciteteve ushtarake të Shqipërisë do duhet ishte pjesë e studiuar e një përpjekje të përbashkët dhe sidomos unë do mendoja që në këto kushte që janë krijuar, Shqipëri, Maqedoni, Malizi dhe Kroaci, fare mirë mund të bëjnë një buxhet të përbashkët për të trajtuar bashkarisht të gjithë problematikën e mbrojtjes dhe ashtu dhe ato para që janë çika mund të bëhen diçka më shumë dhe të kenë me kroatët ndoshta po, malazezët dhe maqedonësit kanë një klan të fuqishëm filoserb apo jo? Patjetër, po kjo mund të shërbejë edhe për të themi integrimin dhe ingranimin e më të mirë të këtyre shoqërive në strukturat perëndimore dhe sepse mos harrojmë një gjë që lufta më e madhe sot nuk bëhet as me armë, lufta më e madhe sot po bëhet në fushën e narrativit, në fushën e informacionit, në fushën e një pjesë të themi mikroskopike fare dhe kjo që po bëjmë ne të dy sot, në kuptimin e një përpjekje për të themi dhënë një këndvështrim apo një interpretim të situatave në mënyrë që njerëzit kenë sa më shumë informacion kur bëjnë zgjedhjet e tyre politike. Dhe kur thash pak më përpara për mënyrën se si harxohen paratë e Shqipërisë, kam përshtypjen që ne jemi goxha të prekur nga gjithë fenomeni botëror që po ndodh sidomos me Trump edhe kudo, ku mekanizmat demokratik të kontrollit politik janë pothuajse zhdukur. Pra sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më kujton një shprehje të dikushme të citohet se e kam dëgjuar nga të tjerë dhe jo direkt duke lexuar Lincolnin. Abraham Lincoln, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pas ka thënë dikur që gjithë Napoleonet e botës po të mblidhen nuk kanë çfarë të bëjnë Amerikës. Po Amerikën mund ta shkatërrojmë vetëm ne amerikanët vetë. Dhe po të shikosh ka dy vendime të gjykatës lart të Shtetit Bashkuar të Amerikës që kanë të bëjnë me zgjedhjet, një vitit 1976 dhe një vitit 2010, të cilët në esencë kanë të njëjtën përmbajtje dhe praktikisht kanë hequr çdo lloj kufizimi të kontributeve financiare, qoftë nga individët, qoftë nga korporatat, për fushatat politike. Dhe po të shikojmë atë që bëri Elon Musk në mbështetje të Donald Trump në fushat, nuk ishte asnjë lloj kufizimi parash. Me këto dua të them që 1976 dhe 2010 pak a shumë kanë bërë ato që thoshte Lincolni që Napoleonët nuk kanë çfarë të bëjnë Amerikës, po amerikanët mund ta shkatërrojnë vetë Amerikën dhe praktikisht me dyndjen pa mas dhe pa hesap dhe pa kurfar kufizimit të parave në politik,
në një farë mënyrë është ndikuar cilësia e kontrollit politik, demokratiko-politik të jetës politike në Amerikë. Pra, dhe me kalimin e kohës, Kongresi i ka deleguar presidentit shumë të drejta si për të marrë vendime për luftën, si për të marrë vendime për problemet ekonomike e tregtare, sepse ka qenë kërkesë e kohës, domosdoshmëri e kohës, ekzigjencë e kohës, Shtetet e Bashkuara dilnin me një qëndrim shumë të shpejtë, që nuk lejonte të kishte shumë kohë për të vajtur në Kongres, për ta debatuar, diskutuar, edhe në moment që shkon në Kongres pastaj ka edhe luftë politike. Kështu që Kongresi i ka dhënë presidentit gjithë kompetenca. Dhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po ta shikojmë tash zotin Trump, shpall emergjenca kudo që janë dhe bëj bazën e emergjencës qeveris me dekrete ekzekutive. Dhe po shikojmë përveç ligjit buxhetit që ka çuar tash në Kongres, edhe Big Beautiful Bill, që do ta fusin borxh Amerikën më shumë, nuk ka çuar asnjë legjislacion tjetër. Pra u bën 4 muaj që ai qeveris vetëm me dekrete ekzekutive. Çka do të thotë? Po t'i kthehemi asaj thash më përpara, mekanizmat e kontrollit demokratik dhe të vetë korrigjimit, si thot Daron Acemoglu, ka një libër të jashtëzakonisht interesant në pse dështojnë kombet, dhe krahason, është një qytet në kufit midis Arizonës edhe Meksikës, Nogales, Sonora dhe Nogales, Arizona. Qyteti i cili është ndarë pothuajse në mes në 1860-ën, mbas luftës Meksik-Amerikë, dhe shikon se sa i lullzuar është Nogales, Arizona, në krahasim me atë që është në Meksik. Atje ka mbetur si 200-300 vjet përpara, duke filluar që nga kanalizimet e ujrave të zeza, furnizimi me ujë, kalamajt në shkollë, kujdesi social, kujdesi shëndetësor, dhe këtej është një top parajs amerikane, ku të gjitha këto probleme janë njësoj si në çdo pjesë tjetër të Amerikës. Qytet funksional. Pse ndodh kjo? Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës si sistem politik kanë qenë ku e ku më i zhvilluar dhe në kuptimin e kontrollit demokratik dhe të institucioneve të cilat e shpërndajnë pasurinë në mënyrë sa më të njëtrajtshme. Sot, që nga viti 1980 dhe deri tani, që janë gati 45 vjet, produktiviteti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur 50 herë, paga e punëtorëve ka mbetur por në të njëjtin nivel në kuptimin e fuqisë blerëse. Nuk ka absolutisht asnjë rritje. Siç thotë edhe vetë sekretari i shtetit, 12% e amerikanëve zotërojnë 88% të aksioneve. 38% të tjerët që mbeten zotërojnë 12%. Pjesa tjetër janë me borxhe. Pra, gjysmë amerikanëve zotërojnë aksione në bursë, pjesa tjetër jetojnë nga dita në ditë, pra paycheck to paycheck. Ama gjithë kjo mënyrë e shpërndarjes së pasurisë patjetër që reflektohet edhe në ato tensione sociale në për cilat kalon Amerika. I ra shumë gjatë e gjërë për të dalë tek çfarë mund të bëjë Shqipëria në momentin kur do i kërkohet që të harxojë 5%. E para mund të manipulojë shifrat, se thamë përpara se kanë filluar ta bëjnë edhe shumë të tjerë. Mund të përfitojmë dhe të bëjmë projekte infrastrukturore për cilat kemi jashtëzakonisht shumë, megjithëse është bërë jashtëzakonisht shumë në këto 10-15 vjet e fundit apo dhe 20 vjet e fundit, por prapë ne kemi nevojë të jashtëzakonshme. Ne themi që jemi shumë mirë se krahasojmë atë që kemi qenë jashtëzakonisht keq, po të shikosh janë me 10 fshatra, zona, po të shikosh të bën agriturizëm jashtëzakonshëm. Dhe janë afër qyteteve. Edhe me Maqedoninë edhe me Serbinë, kur kalon ndonjëherë nuk krahasohemi për penetrimin e rrugëve që kanë ata nëpër fshatra. Ne jemi akoma shumë larg. Kështu që kjo mund të na ndihmojë që t'i fusim edhe ato në që do vinë amerikanët nga këto rrugë. Tjetra është vërtet Gjermanët, për shembull, me sa kuptoj unë, do ta përdorin për një të ashtu quajtur keynesianizëm në ekonomi. Pra, ti përdor industrinë ushtarake për të dalë nga kriza. Gjermanët kanë 3-4 vjet që cilë nuk po dalin dot nga kriza. Kjo të çon, historia ka treguar ambasador që kjo të çon ose do bësh luftë ose do pësosh një krizë akoma më të madhe. Patjetër. E njëjta gjë ishte me Hitlerin, e njëjta gjë është me rusët, jo më kohë në forumin e Shën Peterburgut, guvernatorja e bankës ruse, cila është një femër, ekonomiste shumë e zonja, Nabokova, diçka e tillë ka emrin, tha jemi në limite, tha vendi nuk mund të rezistojë më shndrimit në industri lufte. Kemi nevojë për punëtor, për krah pune, që t'i fusim, rrogat rriten, mirë po, problemi është që rriten edhe bonuset për ata që shkojnë në front, problemi demografik, e tjera. Pra, e çoj Gjermania, po pastaj po na vendosën helmetën gjermanët, ndërlikohet një çik puna. Se si i tha, i televizorshëm janë kështu me brek, kur lozin futboll, apo duhet i shohësh me helmet. Sot që po flasim, debati me sa shikoj unë në Gjermani është drejt luftës. Pra,
ata kanë bërë thirrje për vullnetar për në luftë dhe shkalla e përgjigjes së vullnetarëve ka qenë tmerrsisht e ulët dhe ministri i mbrojtjes së tyre shumë i zhgënjur dhe po shikon mundësinë për të futur introduktuar një ligj të shërbimit detyrueshëm ushtarak, sepse përndryshe nëse do t'i marrin me pagesë, nuk ja dalin dot aq shumë ushtarë që ju duhen për të përballuar nevojat e luftës. Përgatitja është për luftë, kështu që në momentet kur fryhet një pakënaqësi popullore për kushtet e jetesës apo për pagesat apo në përgjithësi, deri tani rrugëzgjidhja ka qenë që forcën më vitale të atij populli vishe me uniform dhe qohen front që të vritet dhe pastaj nuk ka më kusht të protestojnë në rrugë. Por ama, kjo nuk është fatalitet. Sikurse dhe vendimet që marrin Shtetet Bashkuara të Amerikës sot që në vend që të paksojnë shpenzimet ushtarake, sepse më duhet ka rënë biseda edhe një herë tjetër. Në momentin kur interesi i borxhit kalon shpenzimet ushtarake, kjo ka ndodhur me perandorinë holandeze, angleze, turke para tyre, spanjolle me radhë. Është vëzhgimi i Ray Dalios që thotë nga studimet që ai ka bërë rënies perandorive, pragu i momentit kur rënja bëhet më e dukshme dhe çfaq edhe fizionomira të tjera, është kur niveli i interesit kalon shpenzimet ushtarake. Këtë nivel Amerika ka 1 vit apo 2 që ka kaluar. Dhe do duhej që puna e parë që të bënte, do duhej që natyrisht edhe kjo që bëri zoti Trump në summit. Trump i kthej bën sepse ky 5% që duhet shkojë të blejë në armë amerikane. Tu është ideja. Por patjetër që ndihmon ekonominë amerikane duke blerë armë amerikane dhe kjo është një nga objektivat. Por më e rëndësishmja është që shkon në drejtim të filozofisë së zotit Trump që ka projektuar gjatë fushatës, është tërheqja e trupave, pra paksimi i shpenzimeve amerikane për bazat që ka jashtë vendit. Dhe një koment i një analisti, të themi goxha i kuotuar për problemet e Rusisë dhe të NATO-s, thoshte që europianët me këtë që bën, pothuajse kanë firmosur dënimin e tyre sepse zoti Trump tashti kur të raportoi në Kongres apo para bazës së vet elektorale ke MAGA do thotë që problemi i Europës u zgjidh, kështu që ne nuk kemi më nevojë të mbajmë trupat, se europianët do i paguajnë vetë mbajtjen e trupave të tyre, pra do fuqizohen vetë, nuk kanë më nevojë për ndihmën tonë. Pra europianët u nisën t'i bënin qefin zotit Trump që trupat amerikane të rrinë në Europë, sepse në fakt, ajo që mendoj unë është që, apo që kam lexuar, është që europianët kanë më shumë frikë nga largimi i trupave amerikane, sepse nuk do dinë të menaxhojnë paqen midis tyre, sesa kanë frikë nga kërcënimi rus. Që patjetër, siç thash edhe pak më përpara, nuk është krejt fiktiv. Por duke rritur shpenzimet ushtarake, i japin të gjithë të drejtën Pentagonit dhe ushtrisë amerikane dhe atyre që janë në favor të tërheqjes së trupave të kenë një argument shumë të fortë, t'i thonë zotit Trump që të marrë vendimin për të tërhequr trupat, ose të fillojë paksimi i trupave, sepse tashmë Europa është në gjendje të mbrohet vetë, sepse po paguan vetë. Kështu që në këtë këndvështrim ata i kanë bërë më shumë dëm vetes. Ambasador, le të diskutojmë pak edhe për Ukrainën, po dua të diskutoj pak në mënyrë blasfemike. Rusët thonë, neve nuk kemi nevojë të sulmojmë Europën, sepse edhe këto hapësira që kemi, nuk po jemi në gjendje t'i popullojmë. Projekcioni demografik i Rusisë tregon që rreth vitit 2050 nuk do jetë më 1.144 milion sa që është sot, po diku te 100 milionshi. Janë 1/8 e botës, nuk kanë me se popullojnë zonat të tëra dhe thonë nuk kanë që na duhet më tepër. Ne kemi vetëm një problem, thot, problemin e rusisht folësve. Janë rreth 40 milionë rusë në republikat ish sovjetike dikur, dhe ata për shembull për çfarë kanë me Lituanin, me Estonin, me Letonin. E kanë sepse aty ka minoranca ruse që variojnë nga 30 deri në 40%, dhe me politikat e sotme të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, këtyre nuk ju lejohet më gjuha ruse, madje ju kanë hequr dhe armët e gjallë, çiftat. Dhe rusët thonë, neve e kemi me të drejtat e rusisht folësve, një ndër të cilat është edhe preteksti i luftës në Ukrainë. Pra, besoj që edhe një pjesë europianëve, ata që janë kundra shpenzimeve të armatime, pikërisht këtë thonë. Pra, mos duhet, edhe Trump i vetë më duket një njeri i cili është më i prirur drejt dialogut. Pra, mos duhet ndoshta rrahur në këtë drejtim se sa të kërkosh armatimin e vendit, se çfarë do bëj Rusia të bëjë në Portugali?
Çka ka për të bërë? Le një herë që pushtimet e sotme janë kosto. Çdo lloj pushtimi është kosto. E tregoj Afganistani, Iraku, nuk është më kohët kur ti pushtoj një vend dhe i merr shumë kosto e lartë që ta mbash të pushtuar një vend. Kanë treguar luftrat e fundit. Popullsi shumë të vogla, keq të armatosura, bëjnë një luftë asimetrike të cilat ty të krijojnë shpenzime të tmerrshme. Prandaj po them, mos është një mënyrë për të thënë Trumpi do paqen, po do edhe atë 5% që të mbrihen armë amerikane. Mos është ndoshta që Europa të mbajë qëndrimin e Sanchezit dhe thotë që ne jemi aleat besnik. Po problemi është që neve nuk kemi këllqe. Jemi një popullsi që po plakemi dita ditës. Disa vende, Italia për shembull, Franca, janë vendet më të plakura të botës. S'kan ku i gjejnë, ka nevojë për buxhete për mjekësinë. Pra, mos ka ardhur koha që t'i thonë edhe Trumpit, shiko, zotëri, frenoj një çik atë zellin tënd që të rrisim shpenzimet, se s'kemi me kë bëjmë luftë, dhe kemi edhe ca pleq për të mbajtur. Apo s'ka më burra shteti që t'ja thonë, si De Gaulle për shkak ndoshta do duhej që në kryet herës kisha bërë në ato pohimet bazë, kur thash për Amerikën që vetëm mund të bëj keq vetë se nuk i bën dot njëri dëm, ndoshta do duhet kisha thënë edhe këtë që do them deshi. Fushata elektorale e zotit Trump të bënte të mendoje që kur ai fliste për neokon, neolib dhe establishmentin e politikës jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe zëmërimi dhe përbuzja që ai ka për europianët, shfaqi një tendencë që të shkëpusi Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga perendoria perëndimore. Pra, nëse do themi perëndimi si i tërë, që është Europa, disa shtete në Izraeli, disa shtete në paqësor, të cilat dukshëm po të shfaqin një rënje ekonomike, një shkatërim moral, se po të shikojmë qëndrimet që ata, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po të shikojmë qëndrimet që ata mbajnë ndaj problemet në Gaza, ndaj genocidit që po ushtrohet atje, ndaj zhdukjes, sot dëgjova një lajm që bëhet fjalë për 400.000 palestinezë të vrarë deri tani në harkun kohor të 2 viteve. Po nëse bëhet fjalë për 400.000 të vrarë, atëherë nga 2 milion, pothuajse 20-25% e punës së shkruar. Pra, se kush janë arsyet, unë nuk do t'i hyj fare, a ka drejt Izraeli që të bëj këtë punë, apo nuk jam unë ai që e vendos. Por ajo që vëre është që pozitat e perëndimit në 7 miliardë të tjerë të botës, se perëndimi po themi është 1 miliard, janë jashtëzakonisht të dobta në këtë këndvështrim në shkatërimit moral. Këtë shkatërim moral të perëndimit, kam përshtypjen që zoti Trump do ta shkëpusi Amerikën nga perendoria perëndimore, ku besoj unë Trump mendon se duke nisur nga Russia Gate, që ishte një sajese MI6-it dhe për ta bërë Trumpin që të ishte në terma armiqësore me rusët, ai ka një lloj ndjeshmërie për tu shkëputur nga këto lidhje. Për më tepër nga të themi roli i policisë xhandarit ndërkombëtar, në të cilin e ka vendosur Europa dhe ky perëndim dhe këto neokonet dhe këto liberalët, të cilët kanë përdorur Amerikën për të avancuar interesat e tyre. Ndoshta këtu është realist sepse Amerika nuk mundet më. Dhe në kushtet kur në këto ditët e fundit gjatë luftës Iran-Izrael, Izrael-Iran, Iran-Amerikë, Amerikë-Iran, kanë pasur shumë komente pse zoti Trump u tërhoq në 2018-19 nga marrëveshja JCPOA, marrëveshja të kontrollit të pasurimit uraniumit në Iran. Një interpretim është që zoti Trump kur vajte në zyrë pa që përfituesit kryesor të zbatimit të kësaj marrëveshje ishin kompanitë angleze, gjermane, franceze. Pra, Amerika kishte vajtur atje që të mbante rregullin dhe rendin si më e forta, ndërsa përfitimet ekonomike po i merren ata të tjerët. Pra, u lëshuan më një herë ata sa u lidh ky pakt, u lëshuan italianë, gjermanë. Dhe kjo e shumë fishuar pastaj pak apo e projektuar më gjerë në gjithë situatën ndërkombëtare,
Trump do të shkëputet nga ky përdorim që i bëjnë shtetet e tjera, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, si thashë edhe më duket më herët, në këtë kakofoni të jashtëzakonshme do duhet të marrim gjërat për të vazhduar arsye si të vërteta, nëse janë mashtrime pastaj dhe ne, për shembull, nëse Rubio në konfirmimin në Senat tha që sistemi ndërkombëtar jo vetëm që i ka kaluar koha, por është dhe armatosur kundër nesh, është kthyer në një armë kundër nesh. Tash nëse ka pasur për mashtrim, e marr fjalë për fjalë atë që ka thënë, që do thotë atyre nuk i pëlqen ky sistem ndërkombëtar që është krijuar po nga ata, sepse ka filluar të shfrytëzohet nga të tjerët në dëm të tyre. Dhe nuk duan më marrëdhënie vasalesh me një pjesë të botës dhe marrëdhënie hegemonie me një pjesë tjetër, por duan raporte të caktuara dypalqe me Rusinë, dypalqe me Kinën, dypalqe me Indinë, dypalqe me Italinë, dypalqe me Gjermaninë. Pra, t'jap. Ky ishte leximi që ju bë fjalimit të Marco Rubios me 15 janar të këtij viti. Më mbrapa, kur shikojmë tashti se çfarë ndodhi me Iranin, duket sikur neokonët, neolibët, europianët dhe Izraeli e futën me ngene Trumpin dhe bën që të bënte lojën e tyre. Këtu tash ka një interpretim tjetër, që nëse do kemi kohë. Patjetër, ishte një ndër tema. Okej. Atëre sepse shumë enigmatike mbeti e gjitha. Furia e zotit Trump ndaj gazetarëve që e kanë ngacmuar për efikasitetin e sulmit amerikan nuk shpjegohet ndryshe përveç se një nga shpjegimet me një interpretim që zoti Trump ka qenë në një presion të jashtëzakonshëm nga lobi izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga situata në Izrael, ku në një farë mënyrë e pa më të arsyeshme që të inskenonte një skenë lufte me Iranin. Fjala inskenim duhet përdorur me pak rezervë, po do më thënë prestigji i Netanyahut dhe i ushtrisë izraelite ishte në fund këmbëve dhe mbas luftës me Iranin është rritur në sytë e popullit izraelit në mënyrë të dukshme. Pra, dukshëm, ky sulm i Izraelit ndaj Iranit luhet një rol të jashtëzakonshëm në situatën politike në Izrael. Ky sulm nuk mund të bëhej pa miratimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në këtë rast, në këtë moment, hyn në lojë e ashtuquajtura magji e Trumpit që e çoi drejt përplasjes me Iranin, po ndërkohë o i kanë njoftuar o në një farë mënyrë janë marrë vesh që ato që duheshin hequr nga Fordoja dhe bazat e tjera janë hequr më përpara dhe sulmi amerikan ka goditur realisht, por nuk ka bërë atë dëm që thuhet. Dhe pastaj kemi kundërshtumin iranian për cilin është shumë e lexueshme që ishte një truk, domethënë se ai u njoftuan vetë zoti Trump tha ata ishin shumë të mirë dhe na njoftuan, tha, kështu që për pjesën e dytë nuk kemi asnjë dyshim. Për pjesën e parë ka shumë dyshime, por ajo që e përforcon është furia e zotit Trump dhe e gjithë ekipit të drejtuesve të Amerikës, duke fituar nga sekretari i shtetit, sekretari i mbrojtjes, të cilët janë vërtet shumë furioz ndaj atij zyrtarit të nivelit më të ulët që ka bërë lik, ka publikuar një raport ku thuhet që dëmi që është shkaktuar nuk ka qenë shumë i madh dhe Irani vazhdon të ketë armët bërthamore. Ajo që e përforcon akoma më shumë këtë gjë të një lloj loje luftash, po e quaj është më saktë se sa inskenimi, një lojë luftash, është fakti që zoti Trump gjatë atyre ditëve ka bërë njoftime në Truth Social, në atë rrjetin e vet të tweetit, nga amplituda të jashtëzakonshme, nga maja e malit në fund të detit, disa herë me radhë, dhe ka përmendur disa herë ndryshim regjimi. Sot që flasim, është shumë i lumtur që të dy vendet Izrael-Iran kanë rënë në paqe, nuk bën më fjalë fare për ndryshim regjimi dhe të themi që synimi kryesor i agresionit i luftës së Izraelit ndaj Iranit ishte në pamje të parë për bombën bërthamore, por realisht synimi ka qenë për ndryshim regjimi. Sepse shkatërimi i burimeve për të krijuar bombën bërthamore në Iran nuk është një problem madh që ata mund t'i bëjnë prapë, sepse kanë njohurit, kanë mendjet e njerëzve, kanë një bazë ekonomike që e prishin sot e bëjnë prapë nesër. Pra, bomba, të themi, shkatrimi i potencialit bërthamor iranian ishte një nga objektivat, por jo më kryesori. Objektivi kryesor i Izraelit ka qenë ndryshimi i regjimit, të heqë nga pushteti Ayatollahët
Dhe pastaj të gjithë janë të lumtur nga Sovjetuti nëse në Izrael në Iran do të vendoset një regjim si ai i Shahut, dhe bile djali i Shahut po feston diku ande nga Kalifornia ditën kur do shkoj që të marrë fronin e tjatit. Ndryshe nga ky narrativ që vjen nga Izraeli, zoti Trump është shumë i lumtur që lufta mbaroi, pra nuk bën më fjalë për ndryshim regjimin në Iran. Kjo përforcon atë që po thonim pak përpara të idenë e lojës luftash. Thua iranianët do frenojnë në ambasador pasurimin e uraniumit dhe vazhdimin e projektit të tyre për të pasur armë bërthamore? Sipas John Mearsheimer, që unë besoj është një nga pavarësisht që ajo që quhet mainstream media, të cilën unë jam me të dyja duart dakord me kritikën që i bën zoti Trump mainstream media, ndonse nuk jam dakord me taktin që i quan llumë në sytë e opinionit publik të 2 miliard njerëzve që ndjekin dal vivo atë konferencën për shtyp, ti thua CNN-it, Wall Street Journal apo New York Times apo ku diun MSNBC-s që jeni lum, ne që jemi mësuar kemi shumë respekt për shtypin e lirë, nuk na vjen mirë, po që ata e meritojnë nga mënyra se si i janë vërsulur zoti Trump në çfarë do lloj gjëje që ai bën dhe ka bërë apo thuhet se ka bërë. Kështu që nuk e di ku si ishte pyetja. Kishte lidhje me programin për programin bërthamor. Pra, ata mundohen ta zvoglojnë rezultatin e bombardimit. John Mearsheimer njësa të thosha, që është një nga autoritetet, them unë, pavarësisht që nuk kuotohet në shtypin kryesor, thot rezultati i luftës 12 ditore kryesori është që Iranit gjithmonë më shumë i mbushet mendja që i duhet arma bërthamore që të jetojë në paqe. Dhe ky konkluzion, nëse përthithet realisht nga establishmenti politik në Iran, unë nuk besoj që Khamenei sa të jetë gjallë do ta shfuqizojë atë fatvan e tij ku e ndalon krimin e bombës bërthamore si haram diçka, por mund të vinë skifterë të tjerë në pushtet, qoftë edhe me një jatollah, një udhëheqës suprem tjetër, që mund të jetë edhe më kundërshtar ndaj armës bërthamore se sa Khamenei. Kam përshtypjen që forcat e brendshme në Iran duke filluar me gardën revolucionare apo komuniteti i shkencëtarëve do të jenë gjithmonë më shumë në favor të bombës. Problemi është që sot nuk është daqe vështirë për të bërë një bombë bërthamore, se mjafton disa kilogram dhe pastaj teknologjia e raketës apo e vendosjes mbushje të kokës në atë raketë. Kështu që është vërtet rrezik i jashtëzakonshëm atosja e Iranit me armë bërthamore. Dhe rreziku më i madh, thoshte sot John Mearsheimer, është që në momentin kur Izraeli do i mbushet mendja, realisht Irani është ditë nga krijimi i bombës bërthamore, mund të sulmoj vetë Izraeli me armë bërthamore Iranin. Dhe ky është momenti më i rrezikshëm thot në historinë e ditëve që po jetojmë. Këtë në fakt e kam dëgjuar edhe nga analistë italianë, edhe ata të njëjtin gjë thonë, në momentin që do jetë afër krijimit të bombës bërthamore, mund të kemi një reagim ekstrem, jo vetëm të Izraelit, po edhe të amerikanëve. Sepse nuk është vetëm çështja e pasurimit të uraniumit, po është edhe çështja e shpërthimit të këtij uraniumi, i cili edhe ky proces dashka disa vjet për të bërë paktën në nivelin ku janë iranianët, sepse për rusët për shembull është një gjë shumë e thjeshtë, por kinezët është një gjë shumë e thjeshtë. Por me sa duket të dyja këto palë nuk ja japin teknologjinë iranianëve se si të bëjnë një bombë, ta kompletojnë një bombë. Por në gjithë të histori që po diskutojmë, unë më duket që pjesa më e frikshme dhe pasigurt e gjithë sa gjëja është momenti kur zoti Trump pyetet në avionin presidencial që komuniteti i inteligjencës i Shtetet Bashkuara të Amerikës me në krye Tulsi Gabbard, drejtoresha e National Security Agency, agjencisë kombëtare të sigurisë, mendon se Irani nuk po ndërton armë bërthamore dhe ai tha ajo ka gabim. Shiko, ambasador, ne jemi të mbytur nga propaganda perëndimore, se kuptohet, është një pikë lufte. Mirë, po ka disa të dhëna të cilat tregojnë që Irani vërtet nuk është shumë entuziast për bombën bërthamore. Është fatva që juve thatë që Khamenei ka dëshuar kundër bombës. Është fakti që ata nuk dalin nga organizata, nga pakti për mos përhapjen.
e bombëve bërthamores, e armëve bërthamore. Vetë iranianët thonë që neve nuk jemi duke punuar në këtë drejtim, është një krijesë e propagandës perëndimore për të na pasur neve si armiq. Ka diçka të vërtet në gjithë këta po? Diçka ka, por nuk e neglizhon dot faktin që iranianët pasurojnë uranium, domethënë dhe pastaj te niveleve për qëllime paqësore. Dhe me atë uranium të pasuruar nuk e dim se çfarë mund të bëjnë. Kështu që, por ajo që nisa të thosha është momenti kur zoti Trump, politik, supreson informacioni që vjen nga organet e specializuara, që janë në shërbim të Shtetit Amerikan. Pra, lind pyetja, nga e di zoti Trump që ajo ka gabim? Tashi fillon spekulimi. Zoti Trump e di nga Izraeli. Po Izraeli nga e di. Dhe Izraeli besohet që ka një sistem informacioni zbulimi të jashtëzakonshëm me në krye Mossadin, që mund të ketë penetruar edhe agjensinë bërthamore edhe kështu me radhë. Por ka një të dhënë të themi ditëve të fundit, që natyrisht duhet verifikuar, që sasitë e kilogramit të uraniumit të pasuruar mbi 60% që zotëron Irani e shumë të dhënat e tjera janë deduksione të programit të Mozaik të kompanisë Palantir, që është një program i inteligjencës artificiale i cili ka monitoruar 400 milion pika entry dhe mbi monitorimin e këtyre të dhënave ka konkluduar që Irani është në prag të arritjes pasurimit të uraniumit në masën për të bërë një bombë bërthamore. Dhe duke dëgjuar këto të dhëna, më kujtua është libri i Yuval Hararit Nexus, botuar në 2024. Dhe për kuriozitet para se të vinja këtu, po e shfletoja dhe pash në faqen 354 ka një moment në vitin 2050, njësia algoritmike e sigurisë dhe survejimit, njofton kryeministrin dhe thotë që ministri juaj i brendshëm brenda një ore do vi t'ju vrasi. Kemi informacion sigur sepse ishte inteligjencë artificiale e cila kishte monituar 1 trilion entry pika dhe nuk ishte pikë dyshimi që ministri i mbrojtjes do bënte këtë atentat ndaj kryeministrit. Dhe kryeministri thotë, po verifikoni se mund të ketë shumë deepfake, mund të ketë shumë informacione që ju kanë gënjur juve përmes programimeve dhe algoritmeve të tjera. Thotë jemi shumë të sigurt. Dhe në fund fare kryeministri, alegoria mbyllet me atë që kryeministri po mendonte, në qoftë se nuk do i besonte algoritmit, duhet të priste ta vriste ministri i brendshëm. Nëse do i besonte algoritmit, palese ku do ta çonte algoritmit në nivelin tjetër të drejtimit të shtetit, pra do bëhesh rob i algoritmit. Duke patur parasysh këtë që thot Yuval Harari, duke menduar në vitin 2050, duke menduar në një sistem diktatorial, se në sisteme demokratike për shkak se ka kontrolle dhe vetë korrigjime, nuk ndodhin këto gjëra, këto ndodhin vetëm në sisteme diktatoriale. Por ama kur lexon se programi Mozaik dhe kompania Palantir deri më sot janë goxha famkeqe në kuptimin e mbledhjes së të dhënave për survejimin e individëve, bile ka të dhëna që dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e përdorin, FBI-a po e përdorin për survejuar amerikanët që kanë këto nëpër kampuset të problemi që kanë me studentët që janë me bindje këtu e atje. Ndoshta nuk e shpjegova qartë saktë sa duhet, po frika është që në qoftë se vendimet do fillojnë të merren mbi konkluzionet që vijnë nga inteligjenca artificiale, gjithmonë më shumë jemi të rrezikuar nga gjërat nga algoritmat, sepse unë nuk e di se si mund të jetë inteligjenca artificiale në vitin 2050 kur do të ndodhi larg qoftë ajo që parashikon filozofi modern. Por për momentin, shumë shkencëtarë dhe programista janë të mendimit që algoritmi vetë dhe inteligjenca artificiale nuk është dhe aq inocente në kuptimin e lirisë që ka në raport me kapricot e programistit. Pra programisti ka akoma shumë në dorë në mënyrën se si e edukon atë inteligjencën artificiale në arritjen e konkluzioneve. Kështu që në qoftë se ta kthej prapë ke Tulsi Gabbard
Unë fakt e kam pyetur një 2 herë për shkakun kush është restoranti më i mirë dhe më ka thënë atë restorant që unë dija që ishte më i miri. Okej. Pra, nuk gaboj. Nuk gaboj, por këtë e dija përpara inteligjencës artificiale. Dhe më ka ndodhur 2-3 përplasje me time shoqe, e cila ka filluar ka shumë besim te inteligjenca artificiale. Në fakt është një ndihmë e madhe për të bërë lajmet e të tjera, po jo për të bërë editorialet, se editorialet kanë brenda opinionin, humorin, humorin e bardh, humorin e zi e të tjera. Por mendoj që deri tash më ka rezultuar, të paktën për këto gjërat e thjeshta që i kërkojmë, që ka një mbledhje informacioni i cili është, dhe ndaj plotësisht mendimin jam dakord me ju, mund të manipulohet. Dhe në qoftë se ti ke shumë besim, harrin në rezultat pastaj që bombardon Iranin, në një kohë që Irani nuk është se ka ndonjë përshpejtim të këtij programi bërthamor. Është interesante duke bashkuar me këtë që sapo tham, po më kujtohet se eksakt numri i komentatorëve jashtëzakonisht famshëm në Izrael, Ben Caspian, më duket se është, i cili thotë a patëm në një zhvillim të ri në drejtim të informacioneve me një breakthrough, me një zhvillim të rëndësishëm të Iranit në drejtim të armës bërthamore? Pik. Ndoshta jo, pik. Por ne, na erdhi një shans që nuk na vjen herë tjetër në histori dhe ne e përdorëm. Pra, duke i bërë bashkë disa gjëra, një thënie këtu dhe një thënie atje, të bën të mendosh që informacioni për shkallën se ku kishte arritur Irani në pasurimin e uraniumit, a ishte apo jo i atij pragu që mund të duheshin lëshuar bateritë e luftës? Mbetet për të parë për izraelitët po, për amerikanët po, përderisa i dhanë dritën jeshile, mbetet shikojmë se si do të jetë reagimi në të ardhmen. Ambasador, duhet të ngacmoj eksperiencën tuaj. Marrim një hipotezë, një moment, Irani krijon bombën. Ben Caspit është emri i komentatorit. Ben Caspit. Marrim hipotezën, Irani ja del e bën bombën bërthamore, e kanë në projektin e vetë zhdukjen e shtetit të Izraelit, unë nuk e di pse e ka futur këtë pikë në projektin e vetë, në kushtetutat çfarë mund të jetë në projektin e vetë të ekzistencës. Por, do më bënte shumë çudi nëse Irani do lëshonte bomba bërthamore mbi Izraelin. Kjo mund të vuloste zhdukjen e Iranit, sepse bota nuk do ta pranonte. Ndoshta Europa edhe e pranonte, siç po pranojnë edhe Gazën, por amerikanët nuk do ta pranonin. Apo izraelitët janë gjithmonë me atë frikën e holokaustit, të shohas, dhe thonë, okay, nesër deri Irani mund të na godas me bombë bërthamore, bota do thot 2 fjalë keqardhje dhe do shikoj përpara. Siç po shikon në Gaza, po ndodh në Gaza dhe nuk po thonë gjë. Po që se më lejon do t'i vi që pak rrotull përgjigje se nuk më... Jo, po edhe pyetja nuk ta lejon përgjigje. Është që ke vështirë për të më është një goxha në mod në rrjetet sociale me emrin Alex Kreiner, ka pas dikur drejtuar një nga këto fondet hedge fund, dhe shkruan ka këto blogjet e veta. Ai mendon që Izraeli i shërben 2 qëllimeve njëkohësisht. Natyrisht që ishte një vend ku ebrejt e persekutuar për 2000 vite me radhë, më në fund gjetën një vend ku mund të jetonin në paqe dhe të zhvillonin në liri jetën e tyre. Pra, një projekt paqeje dhe... Më paqe se gjetën, nuk ka si bërë. Por nga ana tjetër, mendon se ka dhe një dimension tjetër si instrument i ushtrimit të hegemonisë perëndimore në rajonin e lindjes mesme. Dhe këto të 2 komponente, thot Alex Kreiner, kanë bashkëjetuar që nga 48-a edhe deri në kohën e sotme, ku Izraeli për qëllimet e veta, pra ebrejt për të jetuar në paqe dhe në siguri, kanë ndjerë gjithmonë armiqsinë e vendeve fqinje të arabe dhe i është dashur që të luftojnë për sigurinë e tyre, po ndërkohë kjo i ka shërbyer edhe sa interesave tjera si instrument i hegemonisë perëndimore në rajon, dhe shpesh nuk ka munguar të dëgjojmë thënie nga udhëheqje shumë të lartë të Amerikës ku kanë thënë që Izraeli është një aeroplan mbajtëse e pambytshme në lindjen e mesme. Pra, në një farë mënyrë është një aeroplan mbajtëse tyre që i shërben për të lundruar aty ku është e vështirë. Kështu që
Alex Schreiner ka goxha argumente në këtë pohim që mundohet të bëj në funksionet e Izraelit. Pra edhe si faktori hegemonisë, edhe si vend për ebrejt të jetojnë në paqe dhe në siguri. Në momentin që do të heqim elementin e hegemonisë, pra ku koincidon zoti Trump me heqjen e elementit e hegemonisë. Zoti Trump nuk mendon që Shtetet Bashkuara të Amerikës do duhet t'i shërbejnë hegemonisë botërore. Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet kujdesen për interesat e veta. Janë europianët ata që janë të interesuar për hegemoni. Në këtë moment, në qoftë se Izraeli nuk do të jetë më instrument i hegemonisë perëndimore, gjithmonë po gjykoj, po citoj zotrin, më nuk janë të mia. Çuditërisht në këtë konkluzion kam bërë një koment para 5 ditësh, kam thënë është një interes i dyanshëm. Izraelitët shfrytëzojnë ndihmën e perëndimorëve, ku perëndimorët duan të mbajnë të përçarë një botë arabe për 600 milionësh me hidrokarbure, e kanë në pragun e tyre migracioni e të tjera për shumë faktorë. Kryesisht ekonomik. Kryesisht ekonomik. Kryesisht ekonomik, sepse rajoni është jashtëzakonisht i pasur me burime energjetike dhe do duhet që jo t'i shfrytëzojnë ata, sepse në qoftë se perëndimorët në fillim të shekullit 20 thoshin që ata janë budallënj, që duhet nafta aty, ata s'din ta përdorin, kështu nafta është e jona, nuk është e atyre. Kështu që këto lloj paragjykimesh janë shfaqur her mbas here, por një ditë e bukur dhe vetë arabët, apo sipas shteteve ku jetojnë, u ndërgjegjësuan dhe vun dorë mbi kontrollin e burimeve natyrore. Në këtë moment, Izraeli si përfaqësuese e hegemonisë perëndimore ka ndihmuar që këto vendet e perëndimit të ruajnë një lloj dhe për interesin e vet, ka krijuar një shtet të vetin. Tashti vim ke shkëmbimet e duelit bërthamor Izrael-Iran. Në momentin që Izraeli nuk e ka më karakterin hegemonist të perëndimit në lindjen e mesme, i gjithë atmosfera e shteteve do të ndryshojnë në mënyrë të... Edhe sot, kur Izraeli është goxha, shiko që ndodh me Izraelin sot, diku po lexoja që në maksimumin e sigurisë fizike, ti arrin maksimumin e sigurisë psikologjike. Pra, Izraeli ka mundur Hezbollahun, Hamasin, Libanin, Sirin, po mundi dhe Iranin, tash po të themi në atë escalation dominance, në dominimin e përshkallëzimit dukshëm, bëri më shumë dëm, vrau më shumë njerëz, asgjësoi fizikant, shtabet ushtarake, etj. Pra, dukshëm pati një dominancë në dëmet që shkaktoi. Pra, është në kulmin e sigurisë vet fizike ushtarake. Ky moment i kulmit të sigurisë ushtarake është momenti i pragut të pasigurisë psikologjike, sepse në momentin që i shkatërron kundërshtarët në front, prit pastaj prej tyre që të reagojnë në mënyra të ndryshme, sipas skenarit që ju ke dhënë e ke përdorur edhe ti, që nga sulmet kibernetike, që nga dekapitimi i njerëzve, që nga lufta asimetrike. Eksakt. Kështu që në këtë moment kur ke fituar luftën frontale, se mund të thuhet që Izraeli tashmë ka fituar luftën frontale me armiqtë e vet apo me kundërshtarët e vet, është jashtëzakonisht e zbuluar ka qenë një luftë asimetrike. Dhe kam përshtypjen që e njëjta që vlen edhe për atë që po diskutojnë pak më përpara për Rusi-Ukrainë në kuptimin e tendencave ruse për të pushtuar gjithë Ukrainën apo për të dalë edhe në Europë. Kam përshtypjen që rusët ma tanë të Dnjeprit e dinë që nuk mund të jetojnë asnjë ditë pa atentate, pa vrasje, pa veprime ndaj trupave të tyre. Për sa i përket, ose mund të kthehemi se po kalojmë nga tema në temë, po flasim për situatën globale. Në Ukrainë është shumë interesante që në perëndim flitet vetëm për tendencë ruse për të pushtuar vendet e NATO-s. Pak njerëz i referohen kushteve ruse për ndalimin e luftës, që është Ukraina jo në NATO, Ukraina me armatim të kufizuar, të drejtat e rusofonëve në Donbass apo ku jetojnë, dhe kaq. Dhe denazifikimi, që do të thotë ndryshim regjimin në Kiev, pra një qeveri që tjetë më miqësore apo më pro Moskës. Tashi, në të katër këto kërkesa, në qoftë se nuk merren parasysh, nuk ka se si të bëj paqe Rusia. Dhe përveç këtyre,
nuk ka shfaqur ndonjëherë, nuk ka evidencë, të paktën thot George Mearsheimer, nuk ka evidencë që rusët duan të pushtojnë vendet balltike apo Poloninë. Mundet ta keni planet. U përhap një lajm i cili bëri buj ngritja e garnizoneve të mëdha ruse në kufim me Finlandën. Në fakt, një analist Usarak tha janë ish baza të ushtrisë së kuqe që po rinovohen sepse do shkojnë në rast paqe një pjesë e trupave që janë në Ukrainë do dislokohen aty ku kanë qenë edhe më para. Që si thashë edhe që është në kryetërës, sepse propaganda është disniveli ushtarak, një Rusi jashtëzakonisht e forcuar në këto 2-3 vitet e fundit dhe një Europë shumë e dobët krijon një disbalancë, një vakum sigurie i cili çon patjetër në orekse pushtuese. Po edhe në psikoza, çon edhe në psikoza. Kështu që për sa i përket pakicave ruse në vendet balltike, kam përshtypjen që për turp të Moskës ata i patën bërë dalje ato pakica ruse prej kohësh. Në kuptimin që bëni çfarë doni me ta, ne nuk kemi kollçet. Problemi i Ukrainës është problem ekzistencial për rusët. Paktën siç thon ata. Unë do thosha që nuk ka pse të jetë, po ashtu thon ata. Në fakt, ambasador, duke lexuar historinë e Romanovëve të Stefan Sebak Montefiorit, një botim i bonshëm i tij, më rezulton që kanë 300 vjet që luftojnë për ato rajon. Pra kanë lënë shumë gjak rusët për t'i lënë me një fjalë goje. Praktikisht ata i lanë. I lanë, pra, po i lanë në një moment dobësie të tyre. Jo vetëm, kam përshtypjen që natyrisht interpretime mund të jenë nga më të ndryshmet, po në qoftë se nuk do kishte ndodhur Majdani në 2014-ën dhe në qoftë se nuk do kishte ndodhur kushtetuta e 14-ës që i mohonte rusisht folshve gjuhën e tyre, apo tendencat për t'i dhënë Sevastopolin bazave, për t'i dhënë këtyre NATO-s, të themi, aksesin në Sevastopol. Tash vërtet që Putin është kriminal lufte dhe mund të zgjuar me orekse të mëdha në momentin që e forcoi Rusinë. Por ama nga ana tjetër dhe këto janë gjëra që kanë ndodhur, nuk mund t'i mohojmë, të themi. Në këtë këndvështrim përbën rrezik ekzistencial. Po nuk mund ta lënë që të kthehet në një territor armik në këtë sens e kisha. Ato kanë luftuar prej qindra vjetësh, paktën që nga koha e Pjetrit të Madh. Dhe edhe diçka tjetër, domethënë se neve jetojmë në një kohë propagande ku të dyja palët, të rusët në mënyrë më të organizuar, por edhe perëndimi, kuptohet, është në luftë dhe është shumë e vështirë të gjesh atë mënyrën për të bërë paqe. Për të thënë sa të vërteta, se kalohet deri në atë sa quhen domethënë Ukrainas rusisht folës, është si të quajë shqiptarët e Kosovës, mund të quajnë serbët dhe thonë këta janë serb shqipfolës, domethënë, është harriet deri në tilla qesharake. Por mendoj që ka një psikozë lufte e cila nuk është se bie klim të mirë, në kohë që mund të gjehet fare mirë mënyra e bashkëtesës. Domethënë, unë e shikoj të mirë këtë paqen që do të bjerë Trumpi, po kjo mënyra për të na detyruar që shpenzojmë 5%, më duket një taks shumë e madhe, shumë pasens në fakt. Do më thënë, ne nuk jemi në kohën e daullave të shiut, është e Kadereja ke libri Kështjella, kur mbaroi lufta se ran daullet e shiut dhe s'kishte çfarë bënte me ushtria turke, se nuk e mbante dot më të izoluar atë kështjellën që kishte rrethuar. Përkundrazi jemi në kushtet kur po bien daullet e luftës me të madhe dhe nuk kemi qenë asnjë. Vetë zoti Trump në fushat ka thënë që nuk kemi qenë asnjëherë më afër luftës së tretë botërore se sa ndonjë presidencën Biden. Grupi neokon dhe neoliberalëve po na tërheq në mënyrë të vazhdueshme drejt një lufte me Rusinë armatosur me armë bërthomore që do të ishte një Armagedon. Pra, ai është koshient dhe thotë që puna e parë që duhet bëjmë duhet ndalojmë luftën dhe bashkë me ndalimin e luftës duhet të spastrojmë gjithë establishmentin e politikës së jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga elementet neokon të cilët po na çojnë në këtë drejtim. Deri më sot kam përshtypjen që nuk është se ja ka dalë në një mas kushtet çfarë të spastroj establishmentin e politikës së jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke filluar që nga agjencitë e zbulimit, që nga Pentagoni apo Departamenti i Shtetit, me gjithë pushimet që deri diku kanë qenë edhe masive me Elon Musk në ato ditët e para të punës tij. Megjithatë, duket që influenca e tyre në jetën e aparateve është jashtëzakonisht e fortë dhe
Unë gjykoj që lufta e politikanit me administratën kam përshtypjen që është e parathën që është në nisje që është destinuar të humbet nga politikane. Në shtetet serioze, se të ne e bërë me 24 njëshin, në zonë gjithë më rrugë, duke shkatruar një elitë të tërë. Problemi është që shkatrimi një Shqipëri 2-3 milion ishte një dhimbje koke për ca italianë dhe për ca greke dhe nështë edhe për nëjë tjetër ku u dyndën valet e emigracionit shqiptar, po për shtetet si Rusia, Kina, një çrregullim i atyre përmasave si në Shqipëri, do të në vitet 90. Kam idenë që neokonët nuk e kanë idenë se çdo të thotë të shpërbësh Rusin, një vend me 160.000. Kur kam qenë në Kinë më vonë se sa student, flitet për vizitën e presidentit Bush mbas ngjarjeve në Tiananmen në 1989, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës mbajtën qendrim jashtëzakonisht kritik ndaj Pekinit, me të drejtë, që u vranë disa student dhe ishte turpi i botës, domethënë që një demonstratë paqësorë të shtype me mjetet përgjakshme. Dhe në bisedat zyrtare me Deng Xiaoping, që ishte lideri suprem në atë kohë, nuk është se kishte ndonjë funksion zyrtar, po ishte kryetari Komisionit të Çështjeve Ushtarake të Partisë Komuniste të Kinës. Kryeministri ishte dikush tjetër, kryetar parlamentit ishte dikush tjetër, po zotëria kishte mbajtur kryetar i Komisionit Ushtarak të Partisë Komuniste. Dhe nuk ju përgjigj Bush Senior, Herbert W., në bisedimet zyrtare, kur ai mbajti qendrim kritik për shkeljen e drejtave të njerëzit. Kur po dilnin, i tha, zotëria i tha, ne të shkurtrit jemi të avantazhuar se kur bie qielli jeni ju të gjatët që e prisni. Por tha, do desha të thosha 2 fjalë për atë që thatë, në qoftë se ju doni që të mos kishin vepruar ashtu, atëherë brenda 24 orësh nuk do kishte më Kore, dhe brenda 48 orësh nuk do kishte më Japoni, dhe brenda një jave nuk do kishte më as Kaliforni. Pra, në qoftë se hapen dyert dhe të paktën në atë kohë, se ndoshta sot situata në Kinë kanë ndryshuar në mënyrë rrënjësore, nuk janë më njerëz që po vdesin për bukë. Në atë kohë kishte 700-800 milion njerëz që ishin në pragun e varfërisë, jetonin nga $1 në muaj, nuk e di se kanë qenë tamam statistikat. Sot situata në Kinë kanë ndryshuar në mënyrë rrënjësore, po në 1990-ën ishte ajo shkallë varfërie që fare mirë 40 milion apo 50 milion kinezë mund të kishin marrë rrugët e botës dhe vërtet me varka apo me goma makine mund të kishin dalë deri në Japoni edhe pastaj me mënyrat e tyre. Pra, në çdo rast... Dhe do vriteshin akoma më shumë. Për në çdo rast, ajo që ka ndodhur në Shqipëri në 90-95-ën, ku sipas disa statistikave, 1/3 e popullsisë zbriti nga zonat e thella në Bregdet dhe 1/3 e vendit iku nga Shqipëria jashtë, është për masave biblike. Ne besoj duhet... Ti thon diku te 500 milion kinez. Ne besoj duhet konsiderojmë një etni vërtet jashtëzakonisht vitale që me gjithë këtë katastrofë, do thosha unë, demografike, ja kemi dalë që jemi këta që jemi sot. Mendo çfarë presioni ka qenë mbi sistemin arsimor shëndetësor dhe komunal në Shqipëri të kesh në gjithë vijën bregdetare, brenda të themi 1, 2, 3, 4 viteve, të dyfishohet nga 1 milion të bëhet 2 milion banor. Por shqyr zotit kam përshtypjen që shumë njerëz që kanë qenë në moshë të re në atë kohë, ndoshta dhe nuk e mbajnë mend, por ne që kemi qenë në një moshë të pjekur, pasojat vazhdojnë në ujësjellës, në kanalizime, në të gjitha, është sepse janë bërë qytetet janë 3-4 fishuar. Vazhdojnë dhe në kuptimin tim të mënyrës funksionimit të shoqërisë, dëmi më i madh është krijuar në atë që quhet tesuta e shoqërisë, atë fabric, ajo lidhja që ka pas mbajtur shoqërinë në kuptimin e komuniteteve, stofi shoqëror, në kuptimin e komunitetit. Sot ne kemi shumë të vështirë që të krijojmë një komunitet, qoftë edhe për problemet e përbashkëta që kemi, ujë, drita, kanali, parkimi, nuk ka... Administratori nuk e zgjedhin dot. Nuk ka. Administratori në pallatit. Ambasador, do të ishte një kënaqësi ta vazhdonim bisedën për Izraelin, po kam idenë që do të vazhdojë për sa kohë të jetë aeroplan mbajtëse. Sa kohë që bota të jetë hidrokarburat. Pastaj më vonë do të jetë një çik në interesin e Europës që mos i lënë bashkohen 700 milion arab, se po vërshuan këndej, do dalim që të gjithë më zëshkan pastaj. Kështu që mendoj që Izraelin... Unë do uroja shumë që me gjithë kontraversialitetin që përfaqëson Donald
gjej Trump në situatën në Amerikë. Në Amerikë ka një situatë të jashtëzakonshme pro dhe kundra. Domethënë ajo media kryesore është absolutisht kundra. Dhe ndoshta me të drejtë në mënyrën se sillet ai me gjykatat, me këto që po ndodhin nëpër kampuset, roli i kësaj ICS, ACI në deportimin e njerëzve. Por do uroja shumë që zoti Trump fiton dhe çmimin Nobel për paqen me kontributet që ka dhënë qoftë dhe tentativën për Serbi-Kosovë, qoftë edhe për Indi-Pakistan, qoftë edhe për ato që po bën për në Afrikë, në mënyrë të veçantë për autoritetin e tij të rritur, nëse do ishte një Nobelist i paqes, në raport me lobin izraelit në Amerikë, në raport me Izraelin, pra do doja shumë që të ishte shumë herë më i fuqishëm politikisht, në bazën e tij MAGA, një pjesë e mirë e cilës është kristiano-sioniste, kristiano-evangeliste që janë përkrahës të Izraelit, po ndërkohë një pjesë tjetër, domethënë nuk ka turp më të madh, do më lejo sa përdor fjalën turp, për zëdhënësin e Departamentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që thotë jam krenare që i shërbej këtij vendi të jashtëzakonshëm siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas Izraelit. Domethënë ka prekur vërtet shumë njerëz aty ku nuk mban në Amerikë, domethënë dhe tash njerëzit po i kujtojnë që nuk keni pse çuditeni se në konventën e nominimit të presidentit Trump si kandidat për zgjedhjet presidenciale ka qenë flamuri izraelit në sallë dhe ka pas parulla Israel first, domethënë. Kështu që unë do doja që padyshim i uroj siguri, paqe dhe mirëqenie të jashtëzakonshme popullit Izraelit, por në radhë parë unë do doja që zoti Trump të kishte një autoritet sa më të palëkundur në ato që do të bëjë për botën. Ambasador, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit juve që na ndoqët, natën e mirë.